Fluksi i lartë i automjeteve që lëvizin drejt jugut gjatë muajve të verës ka rritur ndjeshëm edhe sasinë e mbetjeve të hedhura për gjatë akseve kryesore rrugore. Pamje si këto, hasa në segmente me qarkullim të lartë si aksi Gjirokastër, Kakavi, Ura e Kartiqit dhe tuneli Skërficës, ku përveç ndikimit negativ në mjedis krijohet dhe një imazh as pak i denjë për zonat turistike. Shishe plastike, kanaqet, ambalazhet ushqimore dhe mbetjet të tjera janë kthyer në një problem të vazhdueshëm. Sipas drejtorit të autoritetit rrugor jugor në Gjirokastër, Andi Shkurta, rritja e numrit automjeteve dhe vizitorëve është shoqëruar edhe me shtimin e mbetjeve të cilat hidhen jo vetëm nga drejtuesit e automjeteve, por edhe nga subjektet të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në këto zona. Ne kemi ndërhyrje aty, kemi bërë aksione, po këto aksione duhet bërë, nuk t'i bëjmë dot nesër, se ne kemi kapacitete për mirëmbajtje rrugës, jo për të pastruar mbetit urbane. Bashkë me bashkin të bëjmë një ndërhyrje, duke filluar nga Kordoca deri Subash, nga Nyja e Kartiqit deri në tunel. Duhet disiplinë e fortë. Ata i bën mal me kuti e mbeturina dhe gjithë ky furnizim që marrin njerëzit me kruasan, patatina e bidona, i shpërndajnë duke konsumuar dhe gjithë Karajin dhe Elbinën. Pavarësisht ndërhyrjeve të vazhdueshme për pastrimin e akseve, situata vijon të përsëritet, duke kërkuar një angazhim më të madh nga të gjithë përdoruesit e rrugës. Banorët e zonës shprehen se ndotja është bërë më e dukshme gjatë muajve të verës, ndërsa kërkojnë më tepër përgjegjësi nga qytetarët për ruajtjen e pastërtisë. Duhet pastërti, nuk duhet të hidhet, duhet hidhen për kosha, edhe anës gjatës mund të vinë dhe një kosh për shembull, kur shkojnë të këti hedhen. Pastërtia duhet, ajo dihet. Jo të hapin xhamat e t'i hedhen nga dritarja. Duhet në një qesë këtë këti hedhen në kosh. Nga autoriteti rrugor jugor theksohet se mirëmbajtja e infrastrukturës nuk kufizohet vetëm tek gjendja e rrugës, por edhe tek ruajtja e pastërtisë së saj. Ndaj apeli shkon për të gjithë drejtuesit e mjeteve dhe bizneset që operojnë përgjatë këtyre akseve që mbetjet të depozitohen vetëm në vendet e përcaktuara.